Sipas rezultateve preliminare të bëra publike në mëngjesin e sotëm, këta kandidat kanë fituar pa balotazh, 21 komuna do të kenë të parën e tyre pa balotazh, ndërka 17 të tjera do të shkojnë në balotazh. Nga 38 komuna në Kosovë, 21 për tyre përmbyllën garën qysh në raundin e parë të zgjedhjeve, fituan pa balotazh, ndërsa 17 komuna të tjera do të shkojnë në raundin e dytë me balotazh. Pasi asnjëri nga kandidatët nuk arriti të marrë më shumë se 50% të votave. Në komunat me shumicë shqiptare, këta janë kandidatët që fituan pa balotazh. Samir Shtaku nga PDK prinë Skenderaj me 83.45% të votave. Ilir Ferati LDK udhëheq në Istok me 58.78% të votave. Agim Aliun nga PDK ka siguruar edhe një mandat më të parën në Ferizaj me 56.47% të votave. Shpetin Bulliqi nga Lëvizja Vetëvendosje udhëheq në Podujev me 53.42% të votave. Imri Ahmeti nga LDK prinë në Lipjan me 51.15% të votave. Bashkim Rambosaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fitore të sigurt në Deçan me 51.57%. Ndërkaq Ramiz Ladrovci nga Drenas ka fituar zgjedhjet pa balotazh, duke u treguar më i fortë se sa partia që përfaqëson të dikur, PDK. Ramiz Ladrovci ka arritur të marrë 52.31% të votave në Drenas, ose 13.140 vota. Ekem Kasrati Nisma udhëheq në Malishev me mbi 53.50%. Edhe Mehmet Ballazhi i PDK-s e ka fituar edhe një mandat pa balotazh në Han të Lezit. Ai ka marrë 56.47% të votave. Kadri Rahimaj nga Lëvizja Vetëvendosje në Kamenis me 50.56% të votave. Qemajl Aliun nga Lëvizja Vetëvendosje në Shtime me 50.52% të votave. Abdul Hadi Krasniq nga KDTP në Mamush me 50.52%. Ndërkaq në 17 komuna të tjera do të kemi balotazh, pra edhe një raund të dytë të zgjedhjeve lokale. Në Prizren në balotazh shkon Shaqir Totaj nga PDK dhe Artan Abrashi nga Lëvizja Vetëvendosje. Në Pej Gazmend Muhaxheri i LDK-s do të shkojë me Taulan Kelmendin nga Lëvizja Vetëvendosje. Në Junik do të përballen Rushdi Shehu i LDK-s me Agron Kuçin e AK-s. Në Dragash përballja do të jetë mes Bexhet Xheladinit të LDK-s dhe Shaban Shabanit të PDK-s. Në Gjakov pritet të përballet Ardian Xhini i AK-s me Ardian Golën e Lëvizjes Vetëvendosje. Në Kaçanik do të përballen Sabedin Vishi i PDK-s me Jeton Rakën e Lëvizjes Vetëvendosje. Në Fush Kosovë do të ketë garë mes Valon Prebrezës së Lëvizjes Vetëvendosje dhe Besnik Osmanit të LDK-s. Në Mitrovicën e Jugut, gara do të zhvillohet mes Arjan Tahirit të PDK-s dhe Faton Pesit të Lëvizjes Vetëvendosje. Në Rahovec do të përballen Smajl Latifi i AK-s me Ali Dulën e Lëvizjes Vetëvendosje. Në Suharej, gara do të zhvillohet mes Bali Muharrejmajt të AK-s dhe Ardian Shalës të LDK-s. Në Gjilan do të përballen Alban Hysen i Lëvizjes Vetëvendosje me Arber Ismailin e LDK-s. Në Vetit do të ketë garë me Sokol Halitit të LDK-s dhe Arsim Ademit të Lëvizjes Vetëvendosje. Në Voshtri përballja do të jetë mes Ferit Idrizit të PDK-s dhe Sulejman Mehollit të Lëvizjes Vetëvendosje. Në Obelish do të përballen Xhafer Gashi i LDK-s dhe Halil Thaçi i Vetëvendosjes. Në Klin përballja do të jetë mes Zenun Elezajt të AK-s dhe Sokol Bashotës të PDK-s.